Mirëmbrëma zonja dhe zotërin, jemi këtu në emisionin Qëndrim nga unë Teddy Mene në ACTV USA. Sonde më ka kontaktuar zoti Prend Marleku për të folur për një temë tepër interesante lidhur me vetdijen kombëtare. Ai dëshiron të ndajë disa opinionet e tij bashkë me mua dhe me të gjithë audiencën tonë, me çdo shqiptar në çdo vend të botës që na ndjek, dhe së bashku edhe me mërgatën shqiptare në vende të ndryshme, e cila është tepër e lidhur me këtë vetdije për arsye se ajo përbën potencialin më të madh kombëtar që ne kemi. Përpara se të hyjmë në temë dhe të hyjmë në analiza më të detajshme, do të dëshiroja vetëm që Prendi të na thotë disa lajme të shkurtra për aktualitetin dhe më pas do të kalojmë menjëherë tek analiza më e detajuar për temën e sotme. Prend, falenderoj që je këtu me mua, të falenderoj që bëre këtë komunikim dhe do të lutesh atë nisje me diçka rreth aktualitetit. Përshëndetje Tedi, kënaqësi dhe gjithashtu të faleminderoj shumë. Nëpërmes jush më lejoni që dhe televizionit ju ti përshëndes gjithë bashkëdhetarët në Amerikë, një respekt për gjithë. Ma në fund po filloj me një lajm shumë të mirë, që presidentja jonë u prit nga presidenti Trump, do të thonë ishte pjesëmarrëse dhe pati një takim pothuajse të veçantë se gjithë tjerë, ja dha një hapësinë. Sigurisht që kanë shumica kanë po, por për ata të cilët nuk janë të informuar, ishte me të vërtetë një kënaqësi, si ta them, një ligzim shumë i madh për popullatën shqiptare në përgjithësi dhe në veçanti për popullin e Kosovës të vuajtur. I posa dalur të themi nga lufta, se po kemi luftë speciale, kemi që nga pas lufta. Dhe kështu që ishte një lajm shumë i mirë takimi i presidentes me presidentin amerikan, Trump, ku shkëmbyn bisedimeve, nënshkruan marrëveshjen për paqe dhe ja dha një hapësirë presidentes tonë veçantë kështu. Ajo është një kënaqësi, kështu që me këtë lajm i përshëndesim. Po e pam të qëndronte afër presidentit Trump tek mbledhja. Mbledhja për ta qartësuar për njerëzit, mbledhja që u bë nga bordi i paqes që u thirrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për situatën në Gaza. Dhe ka qenë presidenti ishte në krah të majt, në mos gaboj, presidenti Trump pam një marrëdhënie pozitive që na jep një mesazh diplomatik ne dhe sigurisht edhe shteteve të ndryshme në Ballkanin e botë. Do të pyes tani për të kaluar në një mënyrë graduale, avash tek tema. Do të them, dakor, patëm këtë mesazh diplomatik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është diçka pozitive në arenën ndërkombëtare, po sa të suksesshëm jemi ose sa mirë po ecim si mërgat, po nis nga mërgata për vetdijen kombëtare. Sa të interesuar jemi, sepse jemi një nga vendet të cilët kanë më shumë popull jashtë sa brenda. Qoftë Shqipëria, qoftë Kosova. Kanë më tepër shqiptar jashtë sa që kanë brenda vendeve të tyre. Qoftë edhe brenda trojeve, po t'i përfshim edhe trojet prapë sërish ka më shumë në mërgat. Dhe na lind pyetja se sa kjo mërgat po e ruan këtë vetdije kombëtare, se shpesh herë përballet me sfidat e asimilimit. Si mund ta nisni të bisedë? Si do ja nisni? Po, pyetje shumë e rëndë dhe me vlerë që trajtohet. Njërisht, në këtë fundit janë si të shkeljym, me rrjedha që kanë ndodhur pas luftës, flas në kontekstin e Kosovës më tepër. Okej. Dhe mirë, po në përgjithësi, unë jam ish mërgjimtar vetë, dhe tani e më tepër në dhe, mirë, po e njoh shumë mirë mërgatën, sidomos në Evropë, shumë mirë. Kam jetuar në disa shtete, Gjermani, Zvicër, këtu. Dhe janë disa gjona për ngosë, po ajo me tekst veçantë që kisha cek këtu është që gjuha, humbja gjuhës, do të thonë fëmijët, tani gjenerata dytë, qalojnë me gjuhën shqipe, gjuhën e bukur shqipe, gjuhën e vjetër shqipe, edhe kështu që prind të angazhojmë shumë perëndim kapitalizmi, cila nuk është arsye, ajo që familja do të jetë prioritet mbi çdo prioritet. Absolutisht. Nëse ka ku
kanë shku për mirëqenit po asaj familje, po të atyre fëmijëve të tyre, kështu që unë kam shpreh shpesh kudo që rri, kudo që takona, ndoshta edhe ka met kjo që ne si pedagog këtu na ka met ajo me thonë leksione e trive ose kështu, do të thonë pa i pyet mirë se jeni më një herë tham shqip me fol shqip kështu, është brengosë shumë tedi lanja mrapa e gjus, do të thonë dy prind janë shqiptar dhe janë rrit në atë për shembull Kosovë dhe ose edhe në treva tjera shqiptare dhe flasin shqip, familje flasin gjuhën përkatëse, do të thonë gjermane. Të vendet ku janë, po. Gjermanofone ka më shumë në Zvicër, Gjermani, po ashtu dhe në Amerikë. Në Amerikë mendoj, megjithëse ndoshta nuk e njoh mirë situatën dhe bashkëdhetarë, ma pak kam njohuri për në Amerikë, po me të dëgjuar edhe nëpërmes të njerëzve, do të thonë edhe në Amerikë, mos edhe ma keq, do të thonë lehet mrapa gjuha shqipe, gjuha bukur shqipe, gjuha nac, gjuha Gjergj Kastrioti, gjuha Nac Terezi. Dakor. Dhe si mas shkencës që po gjërmohet për çdo ditë, është nëna gjuhëve indo-europiane, atë. Po, ta bëjmë si bashkë bisedim. Të ndalemi pak te gjuha, sepse shohim duhet flasim pak për vlerat, sepse duhet të rinë ta trashëgojnë gjuhën, se kemi angazhime, kemi raste ku dikush nuk e trashëgon gjuhën edhe prap tregon sjellje patriote. Pra duhet ta qartësojmë pak vlerën që ka gjuha sot, sepse ka ndryshuar ndër vite. Mbase dje gjuha ka qenë e vetmja mënyrë ku mund të përcaktoheshin popujt, se nuk ekzistonin as konceptet e kombeve, shteteve, etniciteteve, jo, dhe gjuha dhe traditat ishin të vetmet. Dhe sot, duke u futur dhe koncepti i kombit, shtetit, ADN-rat, gjithë të faktorët e tjerë, ka humbur dhe vlerën gjuha dhe prandaj shumë persona nuk e trashëgojnë, por mund të tregojnë patriotizëm edhe pa gjuhën. Qa mendimi ke për këtë? Unë personalisht të jap një mendimin tim, besoj se gjuha është shumë e rëndësishme, sepse gjuha mban gjallë vazhdueshmërinë. Pra, një fëmijë i cili nuk e mëson gjuhën shqipe, mund të jetë patriot, por hera herës jo çdo brez do të qëlloj patriot. Dhe nëse jo çdo brez qëllon patriot, por çdo brez mëson shqip, atëherë ka gjaz të vazhdoj dhe mbase brezi i ardhshëm do të dalë patriot. Ndërsa nëse kemi një fis i cili nuk e trashëgon gjuhën, por ka fëmijë patriot, nëse fëmijët e këtyre nuk do të jenë patriot, aty ajo bëhet ndërprerja. Sepse kemi mungesë patriotizmi dhe mungesë vazhdimësie të cilën e kryen gjuha. Prandaj do t'i vija rëndësi gjuhës. Gjuha mbulon ato gropat që dalin hera herës, brez mas brezi në familje të caktuara. Dhe duke mburuar këto gropa, krijon potencial dhe shanse për të ardhmen. Çfarë mendimi keni për vlerën e gjuhës sot, pasi janë shtuar këto karakteristikat e kombit dhe etnisë? Pikërisht teti kjo që tha, po jo vetëm. Gjuha është identitet. Po e lam ose harrum, mos të dhafë zoti për e thamë kështu popullor që ne do të humbim edhe identitetin. Si, gjuha është qelësi, gjuha është baza, gjuha është identiteti, gjuha është ajo që na përcakton kush jemi. Do të thonë, në bazë gjuhës, unë të tregoj që jem shqiptar, gjermani që është gjerman, anglez, amerikane e tjerë kështu më radhë. Do të thonë, po e lam gjuhën anë, edhe një gjenerat mund të qëndroj, thot, ashtu kur takohet me një që kam një prejave shqiptare, ku ta di unë, e thot në gjuhën e huj, gjuhën përkatëse në cili qytet jeton. Po, dhe më pas nuk dhe fond fare. Hum edhe etnin. Gjuha e ruan etnin, gjuha e hum në rastin negativ, harresa, apo lonja mrapa e gjuhës, hup identiteti dhe mundet një gjenerat, po thamë pastaj do të zhduket, ai nuk do të mund të thotë që kam një prejar dhe ku ta di unë, por gjuhën nuk guxojmë kurse si ta humbim gjuhën. Gjuhën duhet ta mirë, po këtu shteti ka mekanizëm, shteti ka mundësi nëpërmes ambasadave, sigurisht një kohë përpara, që ishin hap disa shkolla, ashtu të them, që mësim plotësues. Kjo ka qenë nëpër shtete evropiane, që u mbante mësim plotësues, dhe atë shteti duhet ta merr shumë seriozisht Ministritë e Kulturës, Ministritë e Përkatëse, kontaktojnë me ambasadat dhe në një farë mënyrë të detyrojnë prindërit të çojnë
në ato shkolla që s'paku gjuhën të arruj. S'paku gjuhën do të arruj. Kjo është ma tepër se është urgjencë, është tepër e nevojshme. Përndryshe, si thatë ju në fillim, ne ma shumë kemi popullat jashtë trojë shqiptare njerë, se sa ne... Gjë që e rrezikon gjuhën të shumica jonë. Për arsye se jemi jashtë. Çfarë veprimesh duhet të ndërmarrin këto shtetet amë për mbrojtjen e gjuhës? Kemi parë programe të ndryshme nga shtetet botës. Për shembull, për çdo X fëmijë shqiptar që ka një komunitet, hapet një klasë shqipe. Rritet përgjegjësia e shtetit për dërgimin e abetarëve kur i kërkohen nga iniciativat e pavarura, gjëra të cilat nuk po i shohim në maksimumin e efektivitetit të tyre. Çfarë mendimi ke, çfarë mund të propozojmë ose çfarë mund të kërkojmë shtetit që ai të ndërmarrë në programin e tij, jo vetëm për ta ndihmuar për ruajtjen jo vetëm të gjuhës, por edhe të kulturës shqiptare jashtë trojeve, jo vetëm si një kërkesë strategjike për lobin shqiptar, por edhe si një kërkesë funditës e bazuar mbi ligj dhe mbi kushtetutën e vendeve am, që është ruajtja e gjuhës dhe kulturës jashtë kufive. Pikërisht, ne kemi tani, për fat kemi dy shtete, do më thonë Shqipëri dhe Kosovë, edhe kështu që organet shtetërore, institucionet shtetërore përkatëse, në bashkëpunim me prindit, koordinohen dhe të harmonizojnë një program, të fillojnë shteti ka gjithë mekanizma dhe fëmijë në jashtë trojë shqiptare, ju mundësohet spaku orë mësimi vetëm për gjuhën, nëse s'ka mundësim atëherë, spaku vetëm për gjuhën. Edhe me atë do t'ja arrisim, pastaj edhe prind do të vetisohen, prind do ta marrin pak më seriozisht, se shteti është në atë kuptim figurativ është baba. Nuk kam një gjithë mekanizmat, edhe kemi kaluar është dëshmu që po funksionoj shteti. Unë kam një skepticizëm këtu. Unë, pra se kemi dy gjëra të ndryshme. Kemi rastin ku është që thash më parë, ku shteti hap një klasë shqipe, hap klasa shqipe për numër të saktuar banorësh në Mërgat, dhe rasti dytë ku shteti i ndihmon këto klasa shqipe që janë hapur nga iniciativat pavarura. Tani, këtë opsionin e parë unë nuk e përkrah, që t'i hapi shteti. Pse nuk e përkrah? Sepse dy shtetet tona amë kanë treguar një paaftësi institucionale për të mësuar historinë e vërtetë të Shqipërisë edhe brenda vendit. Pra librat që mësojnë historinë shqiptare nëpër shkolla janë skandaloze, janë të tmerrshme domethënë, janë shkelje e historisë. Duket sikur na i kanë bërë armiq librat dhe ne thjesht po i mësojmë në gjuhën shqipe. Dhe duke parë këtë paaftësi institucionale, e cila nuk kam nxënësit nuk mësojnë asgjë se çfarë vlere ka gjuha shqipe. Nuk mësojnë asgjë për prioritetin e vërtet, për vlerat e vërteta. Mësojnë vetëm 2-3 heronj kombëtar, vetëm 2-3, a thua sikur ne nuk kemi, dhe e ulin shumë vlerën e kombit tonë. Unë duke parë këtë paaftësi institucionale, them pse duhet më hapësh ti si shtet klasë në Mërgat, të më japësh tjetër atë mend edhe në Mërgat që po jep atyre brenda. Ndaj unë jam më tepër të politikat të cilat ndihmojnë dhe përkrajnë financiarisht klasat shqipe të hapura nga iniciativat të pavarura. Dhe ai X grup, individ, biznesmen, shoqat, iniciativë, fondacion, institucion që hap në diasporë në rrët pavarur, sigurisht ka të drejtë të kërkojë nga shteti ndihmat të caktuara për shtypjen e librave, mund të kërkoj abetare, mund të kërkoj bashkëpunime nga më të ndryshmet, por jo që shteti të jetë në krye për arsye se për mendimin tim, nuk e di tani, do ta thoni edhe ju mendimin tuaj, po unë shoh shumë paaftësi për ruajtjen e kulturës brenda vendit tjerë, jo më jashtë. Teti, problemi madhor, ose gjithë probleme, është politika ju në dot. Pikërisht. Ne duhet jemi direkt, kemi shumë tash, në kuptimin jo tash, por në kuptimin e drejtësisë që ne kemi qalu në shtet verje, në shtet funksionim të shtetit, në dy shtetet tona. Është përvajtim. Më thonë, ata njerëz që udhëhesin me institucione paguhen nga taksapaguesit tonë për mirëvajtjen e shtetit. Do më thonë, rinia jonë gjithë do të shtrojnë
nuk shohin perspektivën në dy shtetet tona. Kjo është problemi i madh. Kështu që mos funksionimi i institucione ashtu si duhet. Pastaj rrjedhin gjitha pasojat. Domethënë ne nuk e di. Ata njerëz kanë ndjenja kombëtare, ka që ne kemi mbi 30 vite në Shqipëri të njëjtit njerëz që u vdesin me Shqipërinë. Po ashtu në Kosovë, mbi 20 vite, tani u bani ndryshim, ta shohim, po shpresojmë mos, megjithëse nuk është ndryshim që ishte mirë, po prap kështu popullata e ka një shpresë që do të kthehet për smare diçka në Kosovë, kështu të them. Ndërsa në Shqipëri është për vajtim politika, domethënë nuk s'ka as opozitë. Absolutisht. Vitet tëra nuk funksionon opozita. Opozita është shpresa e vendit, e shtetit. Se mund të kemi një qeveri aktuale të dot, mirë po shpresa është që vjen një opozitë dhe largon me zgjedhje apo me parakosh ku ta di unë dhe pastaj fillon prapë për smorin. Në Shqipëri s'kemi as opozitë, vëlla, kjo është për vajtim. Kështu që jemi në një situatë shumë delikate. Pastaj ku do me prit popullata ka një ndjenë që këtu s'ka gjë dhe duhet me lëshu vendin. Kjo është të mërshme. Nëse kthehemi mbrapa 20 vite, mbrenda 24 orëve janë kthy shqiptarët e Kosovës nga Shqipëria, që i priti Shqipëria në anë, janë kthy në Kosovë në tokë kontaminume, të minume, me mina të minume dhe janë kthy në atë djegur. Se ishte atë dashuria, ishte patriotizmi. Tani gjithë të rinia do ikin nga vendi. Kjo këtë pasojë politikës do. Patjetër, se nuk largohet njëri për qef nga vendi vet, patjetër. Është unë them që ka dhe një Po, unë them që ka dhe një propagandë që ushqehet shumë, është një propagandë që ushqehet për të justifikuar se pse shtetet tona nuk e ndjekin, sidomos Shqipëria, pse nuk e ndjekin çështën kombëtare shumë. Është një propagandë që çështën kombëtare e marrin në maksimumin e idealit të saj geopolitik, edhe thonë e fusin nga konfliktet që mund të nxiten dhe përdoret një justifikim shumë i largët për të thënë që nuk jemi akoma gati për ta ndjekur. Ndërkohë çështja kombëtare, e di njerëzit, është gjëja më e thjeshtë në botë. Fillon e para me disa ekskursione në shkollë, ku nxënësit që janë të vegjël të shikojnë vendin e tyre, të shikojnë burimet, të shikojnë monumentet arkeologjike që kanë. Ore, sikur mos t'ua shpjegosh fare se çfarë është. Pa, mos ketë njëri që t'ua shpjegoj fare. Nëse ai që i vogël shikon ato gjëra vetëm me sy, ai fillon të kuptojë që ore këtu pas kemi qenë autokton njerë. Fillon të kuptojë që pas kemi pas zhvillim, fillon të kuptojë që pas kemi pas identitet. Sigur mos ketë njëri që t'i shpjegoj, vetë do pyesi fëmia çfarë është ai simboli, kush është ai personi te ajo skulptura, çfarë është ky mozaiku, kemi stadiume ilire, kemi amfiteatre, kemi pallate, kemi ndërtesa, varreza, pra nga më të ndryshmet. Dhe vetëm sikur disa ekskursione, pra pa hyrë në konflikte drejt për drejt me vendet e ndryshme në Ballkan, pa hyrë në geopolitik. Jo, vetëm individi të fillojë të njohë veten e vet njerë. Fillon nga individi. Në mënyrë të qetë, në mënyrë paqësorë, dhe kur individi të njohë vetën e vet, në të ardhmen do të kemi një shtet të shëndetshëm. Dhe më pastaj mund të fillojmë edhe të pretendojmë diçka më tepër, flas për potencialisht një dhe në mos jo bashkim, po të paktën fillojmë dhe me një afrim mes Shqipërisë edhe Kosovës, sepse në fund të ditës ne kemi një ide në mendje sikur na kanë vënë disa kufi artificial. Shiko, kufit ne ja vendosim vetes. Kufit jemi ne që kemi vënë vetes tonë. Dhe kur ti në Kosovë shef më shumë biznesa serbe se sa shqiptare, këto janë kufi që ja vendos ti vetes. Kur ti në jug të Shqipërisë fiton partia greke në finiq, ndërkohë nuk e të Kosovës që vjen aty, këto janë kufit që ti i vendos vetes tënde. Dhe ne duhet marrim përgjegjësi si popull dhe si politikan aq më tepër që kanë përgjegjësit kryesor për këtë tmerr që po ndodh, sepse vendi ynë po shpopullohet. Kosova shumë e mirë nga kjo pjesë. Ndërsa Shqipëria me ritmin e lindjeve, Shqipëria për disa 10 vjet nuk do jetë më fare. Do kemi vetëm një shtet. Kjo është e tmerrshme. S'do kemi më dhe.
Të Shqipërisë, domethënë. Sa shumë është luftuar, sa shumë është punuar, nuk do e kemi më, se po shpopullohet. Dhe populli është me një humbje shpresa të tmerrshme, pra ideja që nuk ka shpresë na është ngjitur shumë. Çfarë mendimi ke? Si mund ta luftojmë këtë ide? Si mund të jemi pak më optimist? Ku duhet ta shohë populli dritën? Se unë edhe ti, përderisa jemi këtu duke bërë këtë intervistë, ne mund të ishim diku tjetër duke pirë një kafe, jemi këtu duke folur për këtë temë, sepse neve akoma nuk na është shuar ai zjarri brenda vetes për dashurinë kombëtare. Po si mund ta bëjmë që ta nxisim pak të zjarr që të ndizet edhe tek atë dashësit dhe të ngjashmit tanë në çdo vend të botës, qoftë edhe me një shkëndi, se në fund ditës një shkëndi çon në flak të mëdha. Më lejo ti marr dy shembulla, se për çdo gjë duhet marrim një shembull. Të kthehemi pak në kaluar shembull. Unë e di diku në deri në vitet 80 Zvicra, mos më thon ka qenë e vorpun, ka qenë shumë larg nga çështet, domethënë, kishte rregull, për marrë shembull agronomin, bujqësitë, ata merren më shumë. Ishte primitivizëm aty. Kam pa me sytë e mi, ndërsa për një periudhë shumë të shkurt, Zvicra ka bërë mrekulli. Pastaj Gjermania mbas luftës së dytë botërore ishte rrafsh me tokë, rrafshume. Gjermania kishte superfuqi ekonomike. Domethënë ne duhet i marrim këta shembull. Ndërsa ne këtu, pas 25 vite luftë, bitë 10% bëjmë tregti me Serbinë, e cila shfaqet për çdo ditë si armiqësore, tregon që është po ajo Serbi që ishte. Dhe nuk kemi në gjendje gjonat elementare të shkëmbejmë me shtetin amë me Shqipërinë. Domethënë, do të fillojmë nga këtu. Pastaj ato marrëdhënie, domethënë politika mes e reflekton tirania është e falshe, pa tolerueshme kjo. Domethënë, ishte ajo atë dashuri për Shqipërinë, jemi burgos për Shqipërinë, kanë vdekë patriot në vazhdimsi, dhe pastaj Shqipëria u tregu shpëtimtare në luftën e dytë, në luftën e fundit që patëm me popullin e Kosovës. Tani vjen kjo situatë një lloj ftofje. Kjo është pa tolerueshme, kjo nuk duhet të ndodhë. Nuk guxojmë kjo kështu të... Domethënë, ne kemi një vend shumë të pasur, adhevi ynë, gjitha trevat shqiptare, posaçërisht Shqipëri, Kosovë, mund të bëjmë mrekulli, po të kemi një qeveri, të kemi institucione të përgjegjshme, dhe domethënë t'ja zgjojmë atë dashurinë të rive tonë, t'ja u bëjmë atraktiv vendin që ata ta gjejnë veten këtu, jo të jenë shiten nëpër botë, shiten si argace, është ajo fjala. Ti më dëgjon? Të dëgjoj. Po, domethënë, o Shqipëri e bukur, o Shqipëri e jona, detit i lag brigjet, malet i lag bora, kopshti perëndis, gjithë, është me të vërtet është një nuk ka shtet në botë që njoh mirë gjeografinë, nën toksore dhe mbi toksore që ka pasuri si Shqipëria bukur, po ashtu edhe Kosova, me disa resurse mund ta marrë këtë gatishën e ri. Absolutisht. Me energji për shembull dhe termo, të ne në Kosovë, ndërsa hidro në Shqipëri, po ne mund të jemi gjigande. Aq më tepër kur e përllogarit për numrin e banorëve. Pra në shumë pak banorë ka shumë burime. Natyrore, minerare dhe absolutisht edhe pozicionimi strategjik. Vetëm don menaxhim, ta vetësojmë këtë popull, si tha atë fjalën shumë të bukur, zjarrin e atë dashurisë duhet ta zgjojmë dhe vetëm njerëz që me të vërtetë kanë atë dheun, e bëhon veten e ka dheun në rend par shtetin, funksionimin e shtetit, ata duhet u dhesin, nuk ka më. Domethënë, më lejo ta marr një shembull. Kur ishte korona, kur ishte kjo epidemia që tham, edhe funksionoi, si ishte mundur të funksionojë në Shqipëri dhe në Kosovë, më shumë të ishte strikt, më tepër se në Gjermani, në Austri, se unë edhe në Zvicër kam lëviz shumë në atë kohë, po thuj që për çdo muaj kam qenë
erdhën në Kosovë, Shqipëri, në Gjermani, Zvicër. Dhe policia, rujtësit e rendit, janë konë ma efikas në Kosovë dhe Shqipëri, çak e Moskën edhe në hapësira jashtë ka detyru me mojtë. Për një sekund ka vrejt që s'ke Moskë, edhe me njëherë ka kap ka denu. Do më thonë ka funksionu. Se dikun e ka pas një urdhër. Po, është agenda. Ora këtë shembull, mendoj se ndërsa tash kemi lloj-lloj krime bën dhe nuk funksionon thjesht që fare që s'kemi organe shtetërore. Kjo është ajo. Ne duhet është koha fundit, është alarm me të kuqe që zgjedhim njerëz përgjegjës që duhen atë që e dojnë vendin, tu udhëhesin me këtë popull. Se po na dul rinia, pastaj çka duhet bëjmë ne? Kështu që është koha fundit që të ndërgjegjësohemi dhe kemi njerëz kompetent, advetar, që më të vërtetë e dojnë këtë vend. Unë mendoj se kemi të bëjmë me 3 hapa. 3 hapa që duhen ndërmarrë sa më shpejt. Hapi parë është të heqim këtë filozofinë që na del të ne shqiptarët që ne të Shqipërisë nuk merremi me Kosovën, ata të Kosovës nuk merren me ne, secili i përcakton vetë politikat e veta, edhe disa shqiptarë të Kosovës thonë jo, nuk përfshihemi nëse çfarë ju ndodh te politika juve, ne themi një gjë dhe Kosova i përket atyre, Shqipëria nda përket neve, pra këtu ne vëmë kufit në mendjen tonë, në radhë parë. Ky mentalitet duhet hequr. Kosova i përket Shqipërisë, Çamërisë, Iliridës, Sanxhakut, çdo treve, Malsis, është një kombë dhe duhet jemi të bashkuar dhe duhet i heqim këto ndarje të mentalitetit dhe të vendimarrjeve. E dyta është duhet të heqim këtë mentalitetin që shpeshherë ata që janë më të vjetër në moshë thonë do ju a lëm juve të rinjve, ata që janë më të rinj thonë ha se kemi kohë. Po. E dyta është mentaliteti që ata që janë më të mëdhenj në moshë shpresojnë t'u lënë të rinjve që ta vazhdojnë kauzën, ata që janë më të rinj thonë kemi kohë edhe kauza vazhdon për të ardhmen. Jemi në një pikë të kuqe ku nuk ka kohë. Nuk kemi më kohë fare, jemi në fund fare, jemi edhe pak edhe biem, domethënë. Po na rrezikohet kombi. Është përgjegjësi shumë e madhe, është përgjegjësi e mira vjetëve. E kemi ne mbi shpatulla. Është urgjencë në mënyrë absolute. Dhe e treta dhe më e rëndësishmja është ai mentaliteti që kemi që u larguam nga dheu, jemi mirë këtu ne tani, dhe nëse ata shqiptarët në një vend tjetër janë keq, kjo nuk na prek ne. Ky është mentalitet afatshkurtër. Ne jemi një zinxhir i lidhur, unë e kam thënë gjithmonë, dhe po filloi të ndryshket njëra nga hallkat, ndryshket i gjithë zinxhiri. Dhe kjo ndryshe do të vazhdojë të gjithë ne. Duhet mbrojmë identitetin ton. Është shumë i rëndësishëm, është shumë qendror, që nga sjellja tipike, që nga vlerat që besojmë, që te individi, që te karakteristikat, që të pasurit 2 shtete, është burim strategjik. Ka popull në botë që nuk e ka një shtet. Ne i kemi 2. Duhet i ruajmë, duhet i mbrojmë, po na rrezikohen. Njëri prej tyre është super i rrezikuar. Dhe prandaj kjo ka nevojë për alarm. Tani jemi drejt fundit, po unë dua të pyes pak çfarë mendon, çfarë iniciativash duhet bëhen në Mërgat lidhur me këtë problem që ne kemi. Para se të përgjigjesh për këtë, doja pak t'i bëja dhe thirrje atyre që po na ndjekin, që ta shpërndajnë këtë emision, ta shpërndajnë sa më shumë, se nuk është për të mirën tonë, është për të mirën e vlerave kombëtare. Është për të mirën e brezave, është për të mirën e të bërit krenar të parëve tanë, është për të mirën e një dheu që ta kemi në të ardhmen, është për të bërë krenar gjakun atyre dëshmorëve, mos ta shkelim, po mbi atë gjak të mbin lule të lirisë dhe të ardhmja e ndritur e kombit tonë. Prandaj duhet shpërndar, jo për mua, jo për prindin. Po, vazhdo me përgjigjen. Më fal për ndërprerje. Respekt. Unë kam mendu dhe me disa bashkëveprimtarë kemi bisedu dhe e shohim si urgjencë se të ftojmë gjithë intelektual shqiptar, kudo që gjenden, në 2 shtete dhe 3 shqiptarë dhe në diasporë, që të takohemi të bëjmë një kongres, një bashkëbisedim dhe nuk mund të shkojmë më kështu. Do të thonë, është vez alarmi me të kuqe që vedia kombëtare duhet ngritet dhe shteti të respektohet dhe të merremi me rinin tonë, me popullatën tonë t'ja kthejmë besimin
se kemi vujt me bo shtetin, po ashtu Shqipëria kishte tranzicionin, që dul, po, sikur të ishte i okupum, ishte me diktaturë, ndoshta edhe ma keq se po të ishte i okupum nga të hujt, dhe kështu që, po që nevoja, jemi në bisedime, të ulemi, gjithë intelektualit nga gjitha trevat, kudo që janë, edhe të bëjmë një bashkë bisedim, që t'i dhojmë stop të keqes, dhe të kthemi, ta zgjojmë atë dashurit dhe ta shpëtojmë shtetin nga kjo plogështi, ne jemi në prag të kombëtarizimit o vëllai. Ne kjo unë e shoh shumë këtë çështje shumë serioze shoh. Se ne mund të bëjmë nëse prishet ne ku ta di unë të mirat materiale, fabrika e tjera, ato mund të reparohen, mund të merren kredite. Nëse njeriu çakurdohet, mos tham prishet, nëse njeriu humb ekuilibrin njerëzor, patriotik, avedash, pastaj është shumë problem. Është shumë problem të kthehet ajo. Ne duhet ta ruajmë njeriun ton, triun, tren ton, ti ruajmë trit ton, ja zgjojmë ndjenjat kombëtare, se vetëm ashtu ka kuptim jeta. Ne gjithë jemi të përkohshëm në këtë botë. Po atë është i përjetshëm. E thot i madhe Adem Demoqi, atë thonje kur i ka thonë nona, biru mosu kap me mu se mosu lidh për mu se unë do të shkoj një ditë. Po lidhu për nonën e madhe, se ajo është përhershme nona Shqipëri. Kështu që ne duhet ta dujmë atë dheun. Kur e dojmë atë dheun, e dojmë fëmijën tonë. Për ndryshe nuk ka kuptim jeta po të jetojsh nari. Ai do ta lënë atori po e humba atë dheun, nuk ka kuptim jeta pa atë dhe. Edhe kemi atë dhe kaq të bukur. E kemi mrekulli e kemi. Kështu që na ka lakmi krejt bota, na ka unë jam bisedime shpesh, kam kontakte me gjermane, me popujt ndryshëm evropian, pa ata mahnitët, se tani veç kanë fillu me njoftë mirë, vinë edhe në pushime, në Shqipëri bojnë pushimet, pa ata mrekullohen me atë vend. Si është të mundë, thot në Evropë, s'kemi ditë që ka një vend aq të bukur, Parajs, me të vërtet Parajs. E ne ikim nga Parajsa jonë, shkojnë bon 3 tonë, bon rrugtar, më falin shprej argat njerëzve tjerë, respekt për gjithë popujt evropian, po shkojnë bon argat atje të rritë, shiten si me kon sklau. Kërkojnë ndjes, po jam shumë i revoltum. Është momenti fundit që në këtë aspekt veprojmë diçka. Dhe mos të dojmë që ky problem të shkallëzohet edhe më tepër. Jam absolutisht dakord me idenë që Mërgata dhe me aktivistë nga vende të ndryshme të takohen në një summit që me shpresë në të ardhmen mund të kthehet në një kongres, është tepër e nevojshme. Është tepër e nevojshme dhe është një nevojë e cila nuk duhet të mbetet si një ide e bukur në mendjen tonë. Është një nevojë që cilën duhet të fillojmë, të punojmë, ta përgatisim sepse nuk ka kohë për të humbur më. Faleminderit për mirë kuptim dhe për përkraje dhe do të fillojmë sa më shpejt. Gjithmonë gati jam. Një mendim që edhe t'i ftojmë gjithë intelektual kudo që gjenden dhe njerëz vullnetit mirë që të bashkangjitemi, të ulemi, bëhet një kongres i madh, bisedojmë, nuk është ndam të askuj dhe të shohim se si matutje. Kam disa muaj që e propozoj një summit të bëhet këtu në komunitetin tonë. Nuk po flasim për më gjerë, në Michigan flas, jo në Amerikë. Më e vogël akoma. Fatkeqësisht duhet luftojmë shumë fort kundër përçarjes. Është një luftë krejtësisht e fortë dhe që na dëmton nëse e lëm të lirë. Duhet ta shtypim përçarjen, duhet I lëm ego tona personale pas, jo për t'i shuar ego tona personale. Ego tona le të vazhdojnë në jetën tonë. Por kur vjen çështja e kombi, ato duhen lëm pas. Dhe lufta bëhet me të gjithë. Dikush tani simbolikisht, dikush është ushtar, dikush është general, dikush është komandant, secili ka rolin e vet në luftën kundër përçarjes, por gjithë bashk do ta bëjmë të mundur. Po nuk u bën bashk, nuk bëhet, nuk ka rrugë tjetër. Dhe siç tham ne që është një pikë kritike. Të falenderoj shumë që e bëm këtë bashkëbisedim me njëri tjetrin në një kohë jo të lehtë për atë dheun tonë dhe për çështjen tonë kombëtare, në një kohë ku jo vetëm trevat
Jo, po na cëndohen edhe deri në kryeqytetet e shteteve tona shqiptare vlerat. Edhe është koha ku kemi nevojë për njerëz që të çohen në këmbë edhe të punojnë për atë. Është koha ku rinia të marrë timonin në dorë, sepse situata ka vajtur deri në atë pikë të çohet dhe të bëjë një reagim. Mbase njerëzit mund të thonë që unë do e politizoj muhabetin, por unë kam mendimin që popujt tanë duhet të fillojnë të krijojnë idenë e ndëshkueshmërisë. Sepse mbi ligjin, mbi politikanët, mbi rregullat është populli në fund ditës, sepse Shqipëria është e shqiptarëve, Kosova është e dardanëve. Dhe në fund ditës është populli që duhet fusi standardin e ndëshkueshmërisë dhe të mbrojë atë kushtetutën, jo kushtetutën ligjore, por atë kushtetutën shpirtërore, e cila ka çështjen kombëtare në krye. Ndaj, nëse ke ndonjë gjë për të shtuar, ndonjë mesazh të fundit? Jo, të falenderoj shumë për krohen dhe vetdijen tonë shumë nivel të kombëtare dhe njerëzore. Kështu që jo vetëm me shpresë, por do të jemi kam gull që ta avancojmë këtë ide dhe fillojmë sa më shpejt. Të falenderoj edhe unë ty që ishe në këtë bisedë për diskutuar për vlerat dhe vetdijen kombëtare. Ky është emisioni Qëndrim, tashmë mund të na ndiqni me emrin Qëndrim Show edhe në Spotify. Sapo jemi futur në atë platformë për të zgjeruar audiencën tonë. Ju uroj mbrëmje të mirë nga unë Tedi Mene, nga zoti Prend Marleku dhe nga ACTV USA nga emisioni Qëndrim. Edhe një herë faleminderit dhe natë e mirë. Përshëndetje për gjithë bashkëdhetarët dhe shqiptarët ku të gjiten.